Me iniciativën e ambasadës së Bullgarisë në vendin tonë, banorët e Golobordës në Bulqiz kanë patur mundësinë të bëjnë kontrolle shëndetësore falas. Kjo ka bërë që të gjithë banorët të shohin një kujdes të shtuar të shtetit bullgar. Vetë banorët thonë se duke qenë minoritet, shteti bullgar tregon më shumë vëmendje se sa shteti shqiptar. Ata e lidhin këtë jo vetëm me pajisjen me pasaporta bullgare që i kanë bërë që të lëvizin lirshëm në Evropë, por edhe me kujdesin që tregohet për banorët që jetojnë aty. Ndërkohë, disa nga banorët shprehen se vetëm për të udhëtuar jashtë shtetit e kanë marrë pasaportën bullgare, ndërsa quajnë vete 100% shtetas shqiptar. Interesim të madh bullgarët për Golobord. Dhe na quajnë si minoritet bullgar. Kërkojmë pasaporta bullgare, shtetas shqiptar jemi, por për punësim edhe për në Evropë kërkojmë pasaporta bullgare. Ato na japin pa probleme. Dëshirojmë të jem shqiptar. Jo. Pasaportat i kërkojmë për punësim, për nevojat tona. Më mirë bullgare se sa shqiptare. Shqipëria nuk je pasgjë. Ja sot ka ardhur Bullgaria dhe na bën vizita pa lek. Ke fshati im nuk ka spital, asë një infermiere nuk ka. Nuk është me dëshirë çfarë jemi ne bullgara shqiptar, ajo se më thon është në origjinë e çish baba dem emri e ka njoft minoritetin nën bullgare di Rama. Minoriteti 9 në Shqipëri. Sipas censit të popullsisë të vitit 2023, në vendin tonë jetojnë 7057 shtetas bullgar, të cilët janë të vendosur në zona të ndryshme të Shqipërisë.